Partia e Gashi për juve cilat janë pritjet sa i përket përpjekjes së 22? Po i tash, si gjithçka edhe në politikën kosovare, po dhe ballkanike, po duhet me vazhdu pak ma gat kjo ti e quajte saga, unë e kisha me quajt marrja politike. Cila marrja jo tolerancës, jo bashkëpunimit, e blokadës, marrja e gabimi i konceptimeve të kampanjave dhe msheljes ose shembjes së urave të bashkëpunimit apo të konceptimit si politikës si vendimarrje dominante. Do thot, një gabim mendoj që po na kushton 22 herë në relacion të konstituimit të parlamentit, sepse e dim që Kosova s'ka sistem parlamentar dy partjak në relacion si Anglia, Mbretëria e Bashkuar apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ja ka me dominu një krah politik, ja ka me dominu krah tjetër politik. Në këtë sistemin ton plural demokratik, është evidente që 50 plusi i herës kaluar para këtyre zgjedhjeve ka qenë, shifrat është evidente që ka qenë zine që aksidental, apo ka qenë një revolt e njëhershme e votuesit ndaj keqeverisjes së atëhershme të disa partive politike në Kosovë. Prandaj tani mendoj që blokada është ma shumë se një dimensionale, do thotë është vëllezërit në ju kishim thonë nduarsh. Dikush blokon sepse është jo bashkëpunues, dikush blokon që kapet mas direktivave apo mas neneve të përcaktuara edhe interpreton ato me teket e tyre, dikush tjetër në këtë rast nuk lëshon për të krijuar, konstituar kuvende sepse i doket që është fundi i botës në qoftë se një gjë e tillë ndodh në politikë. Nuk do me thonë, konsideroj që të themi kështu për partinë vetëvendosje, me nshu edhe në kërkesat, në tu ta dim që janë kërkesa jo reale, kërkesa bllokuese, kjo përcaktimi i kandidatit të partisë tjetër, çka të pëlqen, çka nuk të pëlqen, për votues me argumentin po si ka numra. Është një reduktim deri në absurd i situatës. Se s'po flasim për treg të shtazëve, po flasim për votë dhe legjitimim qytetar. Prandaj nuk është sag, është vazhdim i kohët i përçudnum i jetës parlamentare, ta quajmë jetë. Përsëritje e bajatshme e asaj që shifet që skena politike nuk është ka mundet me ia gjetë shpillin këtij lomshi të krijuar edhe me vendimin kontrovers shumë të kritikuar të gjykatës kushtetuese të 2014-s.